Të nderuar miqtë të isë, selamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh, misë takohemi edhe sot në emisionin në Hijen e Mëshirës, tani më çdo ditë punë nga hënën të premte, në ora 16 në RTI, pra përndërë të muajit Ramazan. Për sot kemi të ftuar Hoxh Murad Dibranin nga Fushë Kosova, në fakt Hoxh në xhamin numër 2 në Fushë Kosovë, të cilën do të flasim për aktivitetin në xhamin, njëkohësisht kemi lënë temën Islami apo feja islame është e të gjithëve. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdha. Mirësi u gjatëm, faleminderit për ftesën. Po fillojmë atë tek emërimi juaj si imam në Fushë Kosovë, me qenë se nëse zgabojmë ka tash afër një kohë që jeni emëruar si imam në xhaminë e Fushë Kosovës. Urime për pozitën. Faleminderit shumë. Po është vërtet, tani veç po bëhet një muaj që jam emërtuar si imam i xhamisë numër 2 në Fushë Kosovë. Edhe pse unë nuk jam i panjohur në mesin e xhamatit në Fushë Kosovë prej nga viti 2002, por tani zyrtarisht jam i emërtuar nga Këshilli i Bashkisë Islame e Fushë Kosovë si imam në këtë xhami të në lagjën. Ka qenë kërkesë e xhamatit, me qenë se aty frekuentojnë pra më shumë komuniteti juaj apo edhe të tjerët? Po, faktikisht ka qenë kërkesë shumë prej vëllezërve xhamatit, edhe në mungesë të një hoxhe që s'kemi pas për 5 kohë të namazit. Do të kemi pas vetëm për gjuma, të cilat i kanë bëjt hutbet, por për 5 kohë nuk kemi pas. Cili ka qenë ose cili është bashkëpunimi juaj me Bashkinë Islame, në kontrast me Këshillin e Bashkisë Islame në Fushë Kosovë, dhe respekti për ju dhe si komunitet në Fushë Kosovë? Ka qenë dhe është një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë, do të thotë me Këshillin e Bashkësisë Islame në Fushë Kosovë, xhamia numër 9 afër rrethit që kemi, do thotë kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë. Tani mam të emërtuar si kryetar hoxhën e nderuar Fitim Gërguri, do të thotë kemi edhe bashkëpunime të mira, alhamdulillah. Emërtimi juaj në këtë xhami si imam mund të quhet njëkohësisht edhe respekt për komunitetin që ju e përfaqësoni? Patjetër, është thonë, nga se ne aty jetojmë dhe e dim gjendjen dhe situatën e komunitetit dhe pastaj më letë dim se si t'ju qasemi xhamatit dhe vëllezërve në atë vend. Dhe për të mos na keq kuptuar shikuesit tanë, pra në Islam nuk ka dallim i bardhë i ziu, mirë po ne e sqaruam me qenë se në Fushë Kosovë në pjesën që jeni ju është citata. Pra i bardhi nuk ka dallim nga i ziu, as i ziu nuk ka dallim nga i bardhi, më i miri te Zoti është ai që është më i përkushtuar, ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Po nuk ka dyshim, Islami, feja Allahut azza wa jall nuk njeh të bardhë ose të zi. Islami njeh, siç e ka potencuar Allahu azza wa jall në Kur'an, inna akramakum indallahi atqakum, më i miri ndër jush apo prej juve është ai i cili ka devotshmëri, ka takva. Pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam thotë se nuk ka dallim prej arabit dhe jo arabit, do të thotë nuk ka dallim mes të bardhit dhe të ziut, vetëm se me takva. Dhe ne thirrmin e këte, do të thotë i thrasim njerëzit që të bëhen të devotshëm, bëhen me takva, e pastaj Islami, feja Allahut azza wa jall na mëson se si me ju qas çdo njerit. Mendoni që jeni të lënë anash, po tham të diskriminuar, po të lënë anash në përgjithësi nga institucionet apo edhe nga shoqëria? Me qenë se ju si hoxh jeni shumë i socializuar. Po, thënë të drejtën, më herët jemi ndje që jemi të lanur anash, mirë po me kalimin e kohës dhe me aktivitetet të shumta të përbashkëta që i kemi pas me shumicën, do të thotë janë është zbe kjo mendësi dhe tani nuk është për me u lavdu ose me thonë që tani është krejt në rregull, por nuk është siç ka qenë. Është përmirësuar situata në krahasim me vitet apo kohën e kaluar. Patjetër. Do të thotë na kemi edhe kontakte me shumë vëllezër, me shumë hoxhallar të cilët janë nga shqiptarët dhe mendoj në mesin atyre nuk ndihemi që jemi një komunitet tjetër,
nga se e dim që jemi vëllezër musliman. Pra bashkëpunimi me juaj me hoxhallar nuk ka bërë që të ndjeni më i diskriminuar se më i vetmuar. Në përgjithësi hoxhallarët ju kanë trajtuar ashtu siç edhe siç kërkohet. Gjithherë duke fillu nga fillimet e udhëzimit që kemi qenë në mesin e hoxhës tonë të nderuar profesor Dr. Shevqet Krasniqit, i cili mund të them se zëri i tij ka hyrë në çdo shtëpi të familjet e komunitetit. Dhe mendoj se çdo njanin me pyet kush është shkaku dhe sebebi që ju jeni të udhëzuar, ato do të kishin me thonë Dr. Shevqet Krasniqi. Do të thotë na kanë nderuar dhe na kanë respektuar. Duke fillu prej doktorit e tek hoxhallarët, pastaj jemi të nderuar dhe asnjëherë nuk kemi pas jo veç fjalë, po ndoshta edhe nuk kemi vrejt diçka që na kanë diskriminuar. Shumë diskutohet çështja e shkollimit të komuniteteve. Kryesisht ata që vinë në xhami, sa janë të socializuar, sa janë të shkollu dhe cila është puna juaj në këtë rast? Edhe para se mua emëru si imam, por e tashmë si imam, me qenë se pozita bën edhe vetën, që me ndiku tek rinia që të vazhdojnë shkollimin dhe të mos sillen rrugëve. Të them të drejtën, prej vëllezërve që vinë në xhami, që janë të rregullt, asnjëri prej tyre nuk është analfabet, ose të ndryshe, të gjithë prej atyre janë që dikush është në shkollën e mesme, dikush në fakultet, dikush në fillore, dhe ka prej atyre që kanë ngec, do të thotë pa shkollë, po tani edhe ato janë të socializuar, kanë vend të punës, kanë do me thonë mirëqenie ose janë të avancuar në disa aspekte. Prej vëllezërve shumica e xhamatit në xhami, çka janë prej të rive, janë, mund të them që të gjithë janë lexues të Kuranit. Madje me ardhur në namazin e taravive, siç ka qenë vitin e kaluar, do thotë kemi ndëgjuar zëra të ndryshme melodik dhe të cilët e lexojnë dhe e këndojnë Kur'anin rrjedhshëm dhe bukur. Ato janë xhamati i xhamisë. Po, me ardhen tuaj në këtë xhami, keni filluar me aktivitete ose cilat janë aktivitetet që po i bënin brenda dhe jashtë xhamisë? Po, edhe para se me u emëru si imam në këtë xhami, ka pas disa aktivitete në xhamin tonë. Mirë po tani, ne që një muaj që kemi ardhur, kemi fillu, do thotë me të rit, me shtresën e olt, do të thonë me fëmijët, me të rit, me mësimin e Kur'anit dhe mësim besimit. Dhe kemi disa aktivitetet që jemi duke i realizuar në këtë xhami. Rinia dhe rruga e tyre. Ka përshkon në rinia në përgjithësi, në veçanti rinia që ju keni ofër, bashkëjetoni me ta në lagjën ku i keni ofër apo në përgjithësi në fushë Kosovë, me qenë se e thatë që ata që po frekuentojnë xhami sigurisht janë të shkolluar, të matur dhe dinë çfarë veprojnë, por është një pjesë tjetër që i shohim rrugëve dhe nuk dimë se çfarë bën dhe ku po shkojnë. Në këtë aspekt nuk është krejt për të kënaqur, nga se kemi edhe prej atyre që kemi jashtë xhamisë. Kemi prej atyre që janë jashtë rrugës të Allahut, por janë pakica. Rinia jonë në përgjithësi në fushë Kosovë është në një rrugë të mirë, nga se mund të them i kanë syt ka xhamia nga adhurimi drejt Allahut subhanahu wa taala dhe mendoj që janë një shtresë e edukuar. Por siç thash, ka prej atyre që janë jashtë asaj çka ne duhet punuar shumë për me realizu një gjë të tillë. Ju jeni marrë në fakt mirë edhe me ndihmën e komunitetit, po mënoj me veshmbathje, me ushqim, me kudion e probleme ndryshme që janë. I shohim edhe rrugën të pasfaltuara që ato nuk kanë kosto shumë të lartë, por besoj që janë lënë për shkak të diskriminimit, por kemi pjesën tjetër të shoqërisë që ndoshta rruga nuk është ajo çështja kryesore, por është çështja e ushqimit, veshmbathjes, shtëpive, kështu me radhë. Si është gjendja ekonomike sociale e komunitetit që i keni afër? Po, shumica prej banorëve ose prej familjarëve në komunitet janë me kushte sociale dhe jetojnë një gjendje të vështirë, por ne do të thotë si organizat, kemi një organizat që quhet Jeta e Re, do të thotë me mundësi dhe me kontributin e atyre që ka dhurojnë, ju dalëm në ndihmë. Gjithashtu dhe nga qeveria kemi pas disa projekte të cilat i kemi realizu dhe
kemi ngec, me thënë drejtën, ndoshta me pa kështu e kupton që është një vend i varfër. Mirë, po nuk janë gjithë të varfër, po vetë ajo infrastruktura e vendit tregon se këtu nuk është punu shumë. Tani nuk kanë vullnet për të punu komuniteti, apo është lënë anash nga institucionet, po ashtu edhe nga përfaqësuesit e juaj në komunë apo edhe në qeveri? Jo, mundem me thonë që nga përfaqësuesit është më shumë, që në lanë anash, nga se komuniteti ka do të thotë prirje ose ka vullnet për të punu. Ose kemi shumë vëllezër që janë transferu diku tjetër, po nuk e kanë tani jetën si që kanë pas në vendin ku kanë qenë më herët. Do të thotë jemi lanë anash me një farë mënyre prej institucioneve, por tani kemi premtime, kemi fjalë që do të realizojnë dhe do të ndryshojnë dhe duhet me ndryshu. Po mbesmi tek edukimi i fëmijëve dhe roli i prindërve njëkohësisht tek edukimi i fëmijëve. Po flasim në përgjithësi, meqense çdo pushtet tenton t'i kap të rinjët, sepse edhe ata që dëshirojnë ta marrin shtetin, pushtetin, dhe ata që dëshirojnë me degeneru një shoqëri kapin tek rinia. Edhe ne si musliman, edhe ne si media kapin tek rinia, pra gjithë kanë syt tek rinia. Por në këtë rast, cili është roli i prindërve, sa jemi të punu ne si prindër, si shoqëri, si musliman që fëmijët tanë t'i mbrojmë nga intrigat e brendshme, të jashtme, edhe nga ato që vijnë nga mediat sociale, të cilat janë ndoshta të papara që ne mund të shohim fëmijët tanë, djalin ton, vajzën ton, se çfarë vepron dhe çfarë bën në një rrjet social, konkretisht ndoshta në TikTok, e që ku të shohim prindërit e tyre janë të udhëzuar ose janë njerëz të njohur për fetarinë e tyre. Po, përgjësia në këtë aspekt i bjen prindërit. Do të thotë ka prej prindërve që kujdesen në maksimum për fëmijët e tyre dhe kur t'i shohmi ata që janë kujdes për fëmijët e tyre, i shohmi që janë pjesëtar të shkollimit, janë pjesë e bamirësisë, janë pjesë që i realizojnë aktivitete që me thoni dan Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po ka edhe prej atyre që i urdhërojnë fëmijët e tyre qysh nga mosha e hershme me dalë me punu dhe me siguru do të thotë kafshatën e bukës. Që kjo mendoj është një problematik se ndoshta është punu pak në këtë gjendje, në këtë aspekt. Mirë, po ka do të thotë prej prindërve që punojnë me fëmijët e tyre dhe kemi shumë prej prindërve që i dërgojnë fëmijët për t'ia mësuar librin e Allahut, i dërgojnë në xhami, i dërgojnë në shkollë, do të thotë tani komunitetin në përgjithësi nuk është siç ka qenë më herët. Do të thotë tani prindërit janë të shkolluar, edhe fëmijët atyre mos thëmë veç diku 90% të komunitetit tani e ndjekin shkollën në vendin ku ne jetojmë. Ka rini shumë në xhamin? Ka, jashtëzakonisht shumë. Sot që tash shoh fytyra të reja, nga se të rit dojnë me ndëgju diçka. Shohmi fytyra të reja në xhamin ton, elhamdulillah, pak kemi prej atyre që janë të moshuar, mundemi me ndje, me i numru do të thotë në gishta që të populli. 5 ose 6, ndërsa këto janë krejt të ri. Elhamdulillah, dhe janë të interesuar për me mësu. Do të thotë në ditët e vikendit ata janë në xhami në çdo vakt. Dhe pas jacis do të thotë ndalen dhe ose ndëgjojnë ndonjë fjalë të mirë nga fjalët e Allahut subhanahu wa taala ose të pejgamberit alayhis salam, ose ndalen me leximin e Kuranit e kështu me radhë. Pra xhamia në xhami thirrët e zoni 5 herë në ditë. Po. Do të thotë tek ne prej nga viti 2005 që është ndërtuar se ka marrë xhamia formen, asnjëherë nuk ka qenë mbyllur. Madje asnjë vakt, prej sabahut deri në jaci xhamia do të thotë për çdo vakt ka qenë e hapur. Allahu azza wa jalla mëshiroft që i ka nejt gati hoxha Haxhi Bajram Çoçalla, tani është i ndjerë, Allah e mëshiroft, por do të thotë i ka nejt gati me vite. Pastaj, pas vdekjes së tij, e ka marrë një haxhi tjetër që e ka hap dhe e ka mbyll dhe disa vëllezër i kanë nejt gati do të thotë namazit, edhe tani ma unë që jam emërtu është në atë gjendje xhamia, do të thotë asnjëherë nuk ka qenë dhe nuk do të jetë me lejen e Allahut të mbyllur asnjëherë.
Cili ka më kanë roli juaj në këtë rast imam edhe i xhamisë për ata që ndoshta nuk kanë pas derë ku me shku me kërku edhe një këshill, edhe një ndihmë, sepse tash i patëm edhe vërshimet, pothuajse gjithmonë jeni pjesë e vërshimeve në atë pjesë. Po ashtu edhe për më udhëzu, edhe për një ndihmë, për çka do që kanë thjesht sot fatmirësisht gjithë po drejtohen tek hoxhallarët, tek xhamia, sepse po janë ta xhamiat edhe një falloj institucioni, një falloj shkollën e vete. Do ta bëni ju këtë? Jeni të hapur për ata që kanë nevojë? Patjetër, na ende pa u emërtu si imam në këtë xhami, jemi kanë të hapur për komunitetin dhe me gjërë. Qoftë me ndihma, qoftë me këshilla, qoftë me sugjerime, kështu me radhë. Ato çka se kemi ditë, i kemi adresu, ose kemi kërku prej ndonjë hoxhe dhe e kemi pyet, pastaj i kemi dhënë informacion, por gjithsesi do të jemi të hapur dhe xhamati dhe vëllezërit në përgjithësi e kanë derën të hapur për çdo kërkesë dhe çdo nevojë. Faktikisht në vërshimet që ishin në këtë rast edhe komuna e Fushë Kosovës ju ka dalë në ndihmë, gjithashtu edhe Këshilli i Bashkisë Islame numër 2, do thot me hoxhën e nderuar Nexhat Tërnava, i cili ka ofruar tek komuniteti diku 500 shujtje në ditë, do thot për familjarë të cilët janë prekur nga vërshimet dhe ato që janë në shtresat e ulta, ku shfrytëzoj rastin me i falënderu. Atëherë hoxh, meqense se jemi ka fundi, është shumë e rëndësishme me ditë edhe çështjen e Ramazanit, pra jemi në javën e parë të këtij muaji bekum, si ka shkuar në përgjithësi dhe cilat janë aktivitetet, meqense se çdo xhami, çdo hoxh, sot që dëmel mund me kanë gjatë Ramazanit, pra ka më aktivizuar në përgjithësi. Çka kemi të veçantë në Ramazan tek xhamia juaj? Xhamia jonë jehshin më të madhe që e ka në prag të iftarit, pra të rritë mbledhen janë duke mbledhur për me bo iftar së bashku. Dhe ajo pastaj çka e ban edhe më të kënaqshme ose më të kërkuar është se taravit, namazi taravive është jashtëzakonisht i shkëlqyer. Nga se kemi vëllezër të cilët po na i falin taravit me zërin e tyre të bukur dhe leximin e Kuranit të rrjedhshëm. Kjo është domethënë që neve na ban pra iftar ka pothuajse çdo ditë në xhami, kryesisht në rreth ngushtë. Jo çdo ditë në xhami, po ne si organizat jashtë xhamisë po i përcjellmi do të thotë iftarat në për familjar. Por nuk përjashtohet që të organizojmë dhe një iftar në xhami. Ka shumë familje që shpërndahen iftarin në shtëpitë e tyre? Ka jashtëzakonisht, por ne nuk i klasifikojmë të varfër ose të pasur, por i shiqojmë ato që janë agjerueshëm dhe ju dërgojmë në shtëpi iftar. Ka shumë nga komuniteti që agjerojnë? Mund të them çdo shtëpi ka antar të cilët agjerojnë. Mundem me thonë se asnjë shtëpi nuk mbetet pa një agjerues në shtëpinë e tyre. Sa është e lehtë më marr me listën, me ushqimin, me përgatitjen e ushqimit, me bartin e tyre, pastaj iftari ka kohën e vet, nuk ban edhe më vanu shumë sepse e dim që ka kohën dhe orarin e vet. Me thonë drejtën, na tash e kemi më vështirë. Nga se edhe me detyrë si imam, e kemi vështirë, por më herët e kemi realizu, do të thotë, me lehtësi. Por tash kohët janë shumë afër dhe posa të kthehem në shtëpi, duhet më u kthy përsëri në xhami, pak është vështirë, po me ndihmën e Allahut pa ja dalum. Atëherë hoxh, sigurisht që kemi edhe shumë pyetje, për kaq kishim kohë dhe hapësirë për këtë emision, duke shpresuar që do të takohemi edhe herave të tjera. Juve suksese në rrugën e davetit në xhamin ku jeni. Faleminderit shumë. Zoti ju ruaj dhe ju nderoft. Allah ju shpërblet. Amin gjithë inshallah. Të nderuar shikues, kaq për këtë emision, takohemi në emisionin tjetër. Ju vazhdoni të qëndroni edhe me tutje me programet e RTI-s. Selam alejkum.